prender, mysafir të respektuar dhe nxënës të dashur. Mirësevjen e Ministrimit Sovran të organizuar në rastin e ditës së shkollës sonë në Mella Bruce. Sot jemi mbledhur për të shënuar një ditë të rëndësishme për institucionin tonë arsimor. Një ditë që na kujton vlerat e dijes, edukimit, përkushtimet dhe atë dashurisë që përfaqëson emrin shkollës sonë. Kjo ngjarje është e dëshmie punës, suksesit, bashkëpunimit të vazhdueshëm ndërmjet nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve. Në vazhdim e ftoj drejtorin e shkollës, zotërin Luci Nika, që ta marrë fjalën. Të nderuar të pranishëm, të nderuar kryetar i komunës zotë Hamit Zandrovci, general Selim Krasniqi, zotë Yver Beliu, gjithë të pranishëm, veteran të arsimit, veteran të shtëpisë qytetare të Kosovës, aktivistë dhe veprimtar qendrës shkollore. Nxënës të dashur, nënët stafit të shkollës Fëmijëse Profesionale Mella Bruce, ju uroj mirëseardhje dhe ardha juaj dhe prezenca juaj nga bashkë me zemër të plot, se ne sot i përkujtojmë ditën e shkollës. Ne kemi këtë vit ka filluar një profesoresh amerikane, ju uroj mirëseardhje dhe uroj që ajo të ndihet si në shtëpinë e vet. Welcome, Miss Mary, please make your self at home here and welcome here. Përveç si institucion të shkollës mesme që jenë dhe institucionet më madhe në vetë vendit së shkollës profesionale, ne mbajmë si region, po si institucioni peshëram dhe historisë sonë, për arsye se vetë ne në shkollës ne obligim që vetë kemi një angazhim shtesë që misionin e vizionarëve të Lirisë Kosovës, si që është një njohur ushtrisë shqiptare të Kosovës, të Mella Bruce, të konkretizojmë në punë dhe veprime në shërbim të nxënësve dhe në shërbim të qytetarëve të drenase. Dihet se liria jonë ka pasur shumë të larë, ne kemi nxënës tonë dhe kësaj shkolle të cilët i kemi të vendosur në atë morale për gjithmonë, të cilët kanë mbetur në luftën dhe sakrificën e tyre nga kufiri shqiptarë, si që është nxënës Argon dhe Reti deri në Drenis, të angazhuar shoqëror të ushtrisë qytetare të Kosovës, që na bëjnë krenar, nxënësit dhe profesorët tonë, se region kemi paguar bishkrim të madh të Lirisë së Kosovës, vetëm si komunë i kemi humbur nga viti 98 deri në qershor të 99-s 147 fëmijë në moshën 19 vjeçare, ndërsa Skënderaj 184. Domethënë jemi regioni më i lartë ata fëmijë të cilët janë pra edhe të angazhuar në ushtrisë qytetare të Kosovës, por edhe të vrarë në Drenis një pjesë të tyre kanë qenë edhe pjesë e ushtrisë qytetare të Kosovës që na bën krenar. Unë e një vetën të për ndërum që dhe ishë një institucion me emrin e herojt të Mella Bruce. Unë e ku njohë personalisht e di privilegj atë punë. Mirë po, pindoj një moment me juve kër isha para 6 muajve në arkimin e shtëpisë së parë e formullorin të cilin e mbusha personalisht. Unë për recrutimin e krimeve sërbë të Kosovës dhe në institucionet ku punoj është e shkruajtur në shkollën e mesme profesionale të Mella Bruce. Aktivisti amerikan ka Gulsen ka kanë një dosje veçantë për këtë zotëri, për mua keme pasi, e cila nuk është e klasifikuar. Unë ka kupin e pse pishu, e unë kërë posh ushtria shqiptare e Kosovës, e unë nga faktori brendshëm, por unë nga faktori jashtëm, ka hasë në fillim dhe vështërsi, jem dëshmitar gjithë kësaj pune. Sa nga shpjetë folët për krenarim dhe vejtë nga dishtë të ushtria shqiptare e Kosovës. Ushtria shqiptare e Kosovës ka hasë në vështërsi jashtëzakonshme në përfilësim politik të saj, si në opinionin e brendshëm, ashtu në opinionin e jashtëm. Është pikërisht i dërvishta e ideologit të ushtrisë shqiptare të Kosovës të Mella Bruce, dhe në BBC, e cila është një ndër analizat kryesore nga kabineti i analizat e CIS amerikane, që e ka vlerësuar se ushtria shqiptare e Kosovës nuk është terroriste, nuk është islamiste,
është vështrim në vizion, ka njerëz të zgjeruar të cilët rezistencën e kanë të përqendruar ndaj aparatit shtetëror dhe gjenocidat të Serbisë, e cila ka udhëhequr gjenocid në Kosovë. Dhe jashtëzakonisht e kundi vetën krenar, kur po dokumentacion, se pikërisht intervista unë me Ljof, që qenë BBC-a, e cila ka pasur ndikim në arenën ndërkombëtare. Bashkëmerr si bazë për profilizimin politik të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, intervista e ekonomikut Fedela Drosi. Unë si historian jam i obliguar të kam disa fjalë për arsye se me qershor, me 18 qershor, derisa intervista ka ndodhur në prill, dinamika e zhvillimit të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës në zonat përreth ka marrë vijat e frontit, ka qenë instruktor i vendosjes së inspektorëve popullore me drejtë drejtëse të Fedela Drosi dhe ishte 19 qershor i vitit 1998 kur qeveria amerikane kur i propozon zyra analiza Departamentit të Shtetit së Bashkuar që të jetë politikisht Ushtria Shqiptare e Kosovës dhe lufta saj shkrimtare. Jem shumë me fat dhe përvar që në kuat janin e ideolog dhe njërin vizionare të televisë të Kosovës e rojtë Fedela Drosi. Nesë shkollë kemë humbë dhe 2 mësues. Kemë humbë një ushtar të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës që ne komponu para luftës dhe nërë farëzim dhe profesorin Isa Istoku. Liria Kosovës ka shmerë të jashtëzakonshme. Unë jam e obliguar si drejtor, pa ju marrë shumë kohë pika shkurtë atë foni për tarifat dhe rezultatet e vitit. Nesër shkollë kemi marrë pjesë në javën e shkencës në Don Bosco, duke i falenderuar profesoreshën Ardita Rudoni e Dora Zek dhe Gjemile Veseli, të cilat kanë punuar në shtresë që fëmijët tonë të jenë sapo të traditur në negare nacionale dhe jenë shumë të nderuar se nxënësit tonë kanë marrë vendin e dytë në nivel të Kosovës. I falenderoj shumë nga zemra. Dhe vetë shkollon shkollën tonë në baj gara në matematikës, të cilë nxënësit tonë kanë treguar rezultate edhe komunale edhe në nivel nacional. Për deri të ditës se pavarësisë e Kosovës është baj një orë letrare, e cila ka marrë pjesë edhe shkrimtar poet të rinj, nxënës dhe shkrimtar e klubit të Fat Kukaj, që ata i falenderojmë që janë pjesë të aktivitetet kulturore shkollës tonë. Nxënësit tonë kanë treguar rezultatet në gara sportive në nivel nacional, që i urojmë dhe i përgëzojmë të ardhmen që të vazhdojnë në punë dhe aktivitetet mira sportive. Në shkollë tonë, këti vit janë bërë aktivitetet në elektron, aktivitetet në teknologji informative dhe në aktivitetet tjera profesionale të cilët i kanë organizuar grupet të nxënësve që funksionojnë në nivel shkollës. Diçka e re që ka ndodhur këtë vetë në shkollën tonë ka qenë përfundimi i gjeneratës parë mësime dual dhe kemi pas 2 paralele, përfundimit të unit me mekanik në të angazhuar në mësimin dual, të cilët i kanë bërë mësimin në vendin e punës dhe jemë shumë kërëvarë si gjeneratës që i pas suksesve që kanë bërë të sukseshme në mësimin që është verë nga një panel, jo vetë në shkollës tonë, po jena shumë e njësë edhe për kisin të manë për të lupsin, jena edhe për organizatat ndërkombëtare që e kanë përkra shkollën tonë. Shkolla profesionale nuk mund të funksionon pa partner kryesor që ka bërë krenar dhe që na mund të jetë aktivitet pozitiv nga bizneset lokale. Bizneset lokale të cilët kemi bashkëpunim 43 biznese dhe një pjesë të madhe, me milionë ka vetë profesor të aktive profesionale. Për herë të parë, shkollën tonë janë certifikuar edhe profesor dhe instruktor në individual nga fizikë gjermane. Për herë të parë, si gjeneratë, kanë dhënë të suksesshëm drejtimet për arsye se të gjithë nxënësve të dy paralele me drejtimin individual janë mësuar qysh në vitin e parë të fundimit të shkollës në klasën e 9 dhe tash në pjesë e madhe vetëm i kanë të siguruar vendet e punës. Na jena shumë e mirë për bizneset lokale, të cilat e kanë përkrahur, janë zakonisht shumë që të marrin nxënës tonë dhe të përgatitin me praktikë profesionale. Gjatë këtij viti kemi pasur përgjegjësi praktika profesionale pothuajse të çdo fabrikë në qytetin e Kosovës që ka qenë interes i drejtimit të caktuar të nxënësve tonë. Gjatë vitit
kalu me korrekt e pas vizita për herë parë dhe të fshirë, kanë zënë si tonë për të vizituar bizneset në shkollën profesionale turke, që mendoj se do të vazhdojnë dhe do të fillojnë bashkëpunime të ardhshme. Është në rëndësi të theksohet se nga një grup i shkollë të thotë i përcjellë të zënë se pas largohet nga shkolla jo, se vogë fakultetin e mjekësisë, si fakultet i cili ka një kriter më të fuqishëm dhe ka për pranimin e studentëve, na sot aktualisht edhe do më për 8 vite në Zanzibar kanë qenë prej numrit 8 numrit 5 me të avancuara. Mirë po, sot aktualisht janë vitra në Zanzibar gjatë 3 vite dhe në gjithë vite nga shkolla jonë që vazhdojnë studimet e fakultetit e mjekësisë. Na vojnë krenar, edhe është e tërë se puna mirë shumë tonë personët edhe në Zanzibar bëhen përgatitit të duhura. Përveç fakultetit e mjekësisë edhe fakultetet që ka vështirësinë e regjistrem, kemë prezencë popullore në çdo në Zanzibar tonë. Unë ku të falenderoj edhe profesor të cilët janë angazhuar në punë shtesë, inxhinier të shkollës tonë, në probleme teknike, nxjerrje që kanë pas, probleme mësore, që a angazhim ka mos që procesi sinor jetë i frëndshëm e që mos jetë në përrejje fare. Jam shumë i njësë dhe falenderues ka gjithë ato aktivite profesionale, të cilët në rast studje dhe disa profesorëve kanë gjithë hapësinë dhe nuk i kanë dhënë zonca që ka dhënë pasionet të vete. Tillë janë edhe 2 profesorë që janë të mëmojtë në shtesë, profesorë ekspedite, Ramadan dhe Shëndes Ardeni, jena e shumë në shkrebjës, që për shkaqe procedura nuk i kemi lojë të nëmërë në ato klasë, po në angazhime të shtesë të kërë. Edhe i herë, ndi vetë në zemër të platë me prezencën e juj, që jeni pjesë e kësaj ditës sot në vendin ndi mirë, gjithë ju veprimtarë, familjarë të shkollëve, aktivist e njerëz të shkollare. Shumë e një vetë të rrugë dhe në në safë të vajerë, juroj në safë dhe falenderoj për prezencën e juj. Falenderoj. Shumë të respektuar veteranë të arsimit, të nderuar besimdhënës, të nderuar prindër të dashur të Zanës. Kjo shkollë me krenarin bën emrin e ideologët, herojt e kombit Emil Ladrovci. Me këtë ditë e veçantë për shkollën tonë, me krenarin kujtojmë të nderojmë jetën dhe veprën e Emil Ladrovci, jetën dhe veprën e Gjell Krasniqi Ladrovci. Me krenarin kujtojmë të nderojmë besimdhënësit tonë, nxënësit tonë, punëtorët arsimor, të gjithë ata që sakrifikuan çdo gjë që ne sot të jetojmë dhe të festojmë të lirë. Sot me krenarin kujtojmë gjithë ata që vendosën vërtet themel në edukimin e brezave. Sot me krenarin kujtojmë besimdhënësit tonë, të cilët nuk i kishin vetëm profesion, besimdhënie, por e kishin mision. Se besimdhënësit tonë nuk i kishin vetëm profesion, besimdhënie, por e kishin mision e dëshmojnë më së miri jeta dhe vepra e Emil Ladrovci. E dëshmojnë më së miri jeta dhe vepra e mësuesës Gjell. Komuna e Drenosit betet e përkushtuar për krijimin e kushteve për besimdhënie dhe besimdhënie bashkëkohore. Vetëm kjo ambient flet që ne tashmë kemi krijuar një infrastrukturë fizike të krahasueshme me vendet e rajonit. Në mbetet që bashkëpunojmë fort për rritjen e cilësisë në arsim. Dhe këtë besoj fuqishëm me angazhimin e të gjithë aktorëve, besimdhënësve, nxënësve, prindërve. Besoj fuqishëm do të realizojmë synimin tonë për një arsim sa më cilësuar. Besimdhënësit tonë kishin mision lirinë e vendit, shtetëformimin. Ne të nderuar të pranishëm në mbetet që punojmë fort në shtetëndërtim. Me lejoni që në emër të komunës së Drenosit t'ju uroj ekipin e shkollës me dëshirat më të mira për ju. Urime, shëndet dhe shumë suksese.
Me një fjallë trokitje, ftoj kryetarin e komunës, zoti Ladrovci, për një fjalë raste. Dashur Lël, Selim, komandant, dashur Silvans, Prene, shumë dashur Nxans, unë edhe ashtu i trashtu edhe ka vite që nuk e marrë fjallën në këto evente, sepse në imi familjarë për Fehmia Zila janë gjithë dhe nuk janë dëshibedën tonë, për ndaj du një aktonë gjithë që që 5 gjatë shumë në një krenarë, në nësimdhën se saj shkollës, në nëzanë se saj shkollës, për sigurisht dhe nëzanë janë krenarë edhe me vebrat e rejnë, si që është rasti edhe i Fehmiu të Zilës, edhe një asharit të shumë bashkëtarëve tonë. Unë nuk du me zotë, ju rëj ditën e shkollës, ju nëzanëve ju rëj suksese në studime, sepse gjithë shka që e bani në ti shkollë, e vërtetën në studime. Që se studime të vazhdojnë dhe i përfondojnë dhe me tonë e këmi misionin e herëve cilët e mërë dhe shkolla ima. Faleminderit. Tani, për të nasirë më pranitën dhe vejpër në herojt e rrugët, Fehmi Ladrovci, dojmë Nxans Ngresa Zymiri që ta paraqes biografinë e tij. Me duar trokitje, mirëpresje Ngresa Zymiri. Njeriu veprave sublime, ideologu i UÇK-s, Fehmi Ladrovci. Në këtë maj, Bats Fehmio do ta festonte 70 vjetorin e lindjes. Emri dhe vepra e ideologut, rezistencës armatosur për liri, ka vetëm 2 lidhje, sepse vepra e tij është e pavdekshme dhe do të jetojë përgjithmonë në kujtesën kombëtare. Qysh në rinin e hershme, hash në rritjen e tij jeleshare, ndishte hija e rënd e revolisë. Kjo e përre të përkushtojnë me vendosmëri në rrugën e zhvillimit kombëtar dhe të organizimit të rezistencës armatosur. Marrëdhëniet e UÇK-s me faktorin politik e diplomatik të jashtëm të brendshëm, përfshirën e shtetit shqiptar, ishin plot sfida dhe të vështira në procesin e legjitimimit politik dhe ushtarak të saj. Në maj të vitit 1998, Fehmi Ladrovci ishte ndër figurat e para në televizione prestigjioze botërore si BBC. Mbrojti hapur vlerat e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Me diplomaci të mençur dhe udhëzim të rrallë, ai e paraqiti orientimin politik e kombëtar të UÇK-s, duke deklaruar: "Do të kisha vënder të jepja jetën për lirinë e Kosovës." Intervista e tij në BBC shënoi një festë të madhe për opinionin diplomatik ndërkombëtar. Përveç sulmit famas, ai argumentoi se lufta nuk ishte zgjedhja e jemi, por ishte imponuar nga regjimi fashist serb. Ai demaskoi edhe përpjekjet e qarqeve antishqiptare që synonin ta shtrembëronin karakterin e luftës tonë qeveritare. Lufta jonë për liri nuk është kundër popullsisë civile serbe, por kundër mekanizmave ushtarake policor serb, që po kryenin masakra mbi popullsinë shqiptare. Theksoi Fehmi Ladrovci. Me argumente të qarta ai dëshmoi para botës se asnjë veprim i UÇK-s nuk ishte drejtuar kundër civilëve serb. Pas intervistës së tij në BBC, sipas analizave dhe dokumenteve të kohës, imazhi i UÇK-s në çarqe diplomatike ndërkombëtare filloi të ndryshonte dhe të vlerësohej si një strukturë organizuar me vizion të qartë politik dhe ushtarak. Gazetari i BBC David Lloyd për Fehmi Ladrovci kishte thënë: "Ai ka qenë shqiptar që ose shumë tipa përngjarës në ndërvijut. I njëjti vështrim që e ka heroi juaj, mollëzat e theksuar, ashpërsia dhe burëria në shëtimin e tij. Lavdi veprës dhe jetës së heroit Fehmi Ladrovci."
nga nxënësit e stafit të shkollës. Program i cili përfshin pika të ndryshme artistike dhe kulturore për ndjerë të kësaj dite të veçantë. Shkolla jonë I ka propozuar 5 stimulantë për pikën e mësuesit që janë shpërblyerë me lojë nga drejtoria e arsimit, ndërsa me nivel nacional për shpinë Shaban Jashari e kemi propozuar profesorit Blerim Grajçevsit, ndërsa sot në bazë të komisioni e dim që është shumë tjerë meritojnë, kemi ndarë simbolikisht disa miliojë për disa stimulantë që kanë treguar rezultate dhe punë. E ftoj profesor Naser Bublakun që të të merr një miliojë. Ftoj profesor Anil Hotin që të vjen të merr miliojë. Ftoj profesoretin Varita Haxhin që të vjen të merr miliojë. Ftoj profesoretin Dora Hoxha, Dora Hamza, që të vjen të merr miliojë. Ftoj profesoretin Violeta Njekiqi që të vjen të merr miliojë. Ftoj profesoretin Sadie Çorri që të vjen të merr miliojë. Për 8 vite për nënës tja ka dhe mungesë duke kërsa sa tja. Ftoj profesoretin Xhemile Isufi që të vjen të merr miliojë. Xhemila angazhohet për ambientin e shkollës për Lula, për cila jem shumë mirënjohës. Ftoj profesoretin Valpona Gjemoni që të vjen të merr miliojë.
Ftoj profesoreshën Dalma Buju, presidenti i Terminjoj. Partner shkollës tonë të rëndësishëm dhe një ndohë me teknikën, agimin edhe reagimin të bërë me 20 milionë bizniseve lokale që të përkrojnë mësimin dual dhe shkollën tonë. Sot I kemi prezent të disa, edhe I ftojmë të ashtë të tjero me aro, ata që janë dhe kemi ndohë me njojë. Ftojmë Zotin Isak Neziri, që të janë të mërë me njojë. Ne Mirjoj kemi do edhe sa biznis Ibrahimi lokale, cilët e ftojnë programin e Ibrahimis Bejsan që ose o shtë që t'jenë në Mirjoj. Gjenerata e pare mësimi dual, shkollës tonë, e ka bënë dhe vakë modeste për kryetarin e komunës, kryetarin kampion Zotë Ramis Matrus, e ftoj që t'jetë me. Tashmë, programi kërim përfillar me një interpretim artistik nga Nxënësja Dorega e Shone, e cila do të na paraqitet me poezi Mos ma pikni shpresën. Mos ma pikni shpresën. Kam qëndruar shumë ndezgjuar duke parë të qytet plejnë heshje, ndërsa brenda me e shurmonin mjera mendime. Dhe pyesja vetën, a është kjo jeta që ne ëndruam? Ne, rinia e Kosovës, u rritëm me tregime për sakrifisë, me emra dëshmorësh në korrupë, me ëndrat mdha në zemër. Na mësuam ta duam këto si që duhen flakët që nuk harrohen kur. Dhe e duam, asa shumë e duam, por ndonjëherë kjo dashuri dhe shenë sytë e trive më shumë lodhje se sa shpresë. Dhe kur të gjonti ka thotë, këtu nuk bëhet, e atëherë heshtja bërë më rëndë se fjala. Shokje e vajza me talet sa një botë, por me zemrat mbushura vetëm frikë se mos ëndrat e tyre besin ëndra. Shok nëna që fshehin lotët kur fëmijët e tyre o thonë se duan të largohen. Shok babalar që lodhen gjithë jetën e tyre vetëm që fëmijët e tyre të kenë një të nesërme më të mirë. E pra, kjo tokë nuk dorëzohet, se Kosova është si nëna, edhe e lodhur prapë që në korë pushesh për fëmijët e saj. Prandaj, mos ma pikni shpresën, mos ja pikni rinis këtë dritë fundit, se kur njeri në besimin tek vendi vetë, nuk thyhet vetëm një zemër, thyhet një copë e së ardhmës së Kosovës. Në vazhdem të programit festiv, do të përcjellim një interpretim muzikur nga Nxënësja Era Shone, e cila do ta interpretojë
Tani para jush do të paraqitet nxënësja Fyulla Shala me një monolog emocionues kushtuar të gjithë dëshmorëve të lirisë së Kosovës, në ndërim të sakrificës dhe veprës së tyre për vendin tonë. Unë jam zëri në soj duke të ardome, zëri që vjen nga dheu jodhër me gjak, nga molle që kanë dëgjuar brit malije dhe nga ferna që nuk dërsuan kur. Ata nuk luftuan për vete, sot nuk flas për një emër, flas për një popull të tërë që vendosi të mos jetojnë të luftuar, flas për të modin, Fehmi Ladrovci, për betimin e tij që liria më e shpejtë se vetëta, për veçëta, flas për familjen që u bë simboli që presës, familja Jashori, për ata që nuk u thyen, as kur u lutuan, as kur u sulmuan, e as kur u përballën me pamundre. Ata nuk luftuan vetëm për vete, ata u bën zë një popull të luftuar dhe bashkë me ta qëndrojnë të gjithë ata që dhanë jetë për të liri, burra e gra, të rinj e të reja që vendosën të mos heshtin për bollën e prisë. Ata nuk janë vetëm e kaluara, ata janë themeli i lidhjes tonë. Sot Kosova ecën e lirë, por çdo hap i saj është i rëndë me kujtime, çdo flamur që valon, por brenda vetes një emër që s'duhet harruar. Çdo frymërie e ju është bërë ndaj atyre që nuk u kthyen më, dhe unë pyes këtë tokë, këtë qiell, këtë pres, a jemi ne të tillë ta marrë lirinë që e fituan ata, sepse liria nuk është vetëm histori, është përgjithësi, është amanet, është shoku i Fehmit Qef Ladrovci, i familjes Jashori, i të gjithë dëshmorëve që nuk u dërsuan kur. Ata nuk janë vetëm e kaluara, ata janë themeli mbi të cilin qëndron kjo liri, dhe derisa kjo tokë të ketë frymë, emrat e tyre do të rrojnë gjithmonë në zemrat tona. Faleminderit. Telegram për shëndetës me rastin e ditës së shkollës. I nderuari drejtori i shkollës së mesme teknike Fehmi Ladrovci, të nderuar nxënës, mësimdhënës dhe prindër. Pranoni urimet me rastin e ditës së shkollës nga të gjithë nxënësit dhe mësimdhënësit e Gjimnazit Gjergj Kastrioti Skënderbeu, nga Shkolla Fillore e Mesme Olët Luiq Brakuqi në Sankës, nga Shkolla Fillore e Mesme Olët Haratim Bajrami në Mapur, Lipjan, nga Shkolla Fillore e Mesme Olët Gani Sylaj, Koklia Kiri. Kur shkolla juaj është shembull për sukseset e arritura në procesin edukativ arsimor. Drenase merret linjë nga një histori kombëtare të ndritur dhe shembull, atë dashurie. Drenasi rriti në çdo kohë atë dashës, të pushkës dhe të pendës. Drenasi është edhe vetë historia e klubit. Nga kjo vatër diturie, vite juaj i shërbyen vendit, mësues, mjek, doktor shkence dhe pjesëtar të UÇK-s, si dhe tash dëshmor.
Shkolla juaj me plot krenari mban emrin e komandantit, herojt Bedmila Droce. Shkolla juaj është shembull se si duhet libri dhe si duhet klubi. Urime dita e shkollës. Të nderuar profesor, prindër, mysafir dhe nxënës. Sot është një ditë e veçantë për institucionin tonë, sepse krahas festimit të ditës së shkollës, kemi kënaqësinë të ndojmë me ju edhe sukseset e jashtëzakonshme të nxënësve tonë në kuadër të javës së shkencës dhe teknologjisë, e cila mbajt në qendrën sociale edukative Don Bosco. Nxënësit e shkollës sonë dëshmuan talent, kreativitet dhe aftësi të larta profesionale, duke prezantuar projekte inovative dhe moderne. Me krenari njoftojmë se projekti Vision Stek, një shkop inteligjent për personat e verbër, u vlerësua me vendin e dytë, duke u dalluar për inovacionin dhe ndikimin e tij në shoqëri. Po ashtu projekti Smart Care Memory Assistant u rendit në mesin e 5 projekteve më të mira, duke sjellur një sukses tjetër për nxënësit dhe shkollën tonë. Në këtë aktivitet, shkolla jonë përfaqësua me disa projekte të ndryshme inovative. Në kategorinë e projekteve smart dhe inteligjencës artificiale, Vision Stek nga Ledian Makolli, Iris Kiçina, Olsi Brellaku dhe Ariane Kleko. Detektimi i lajmeve dhe imazheve të rreme nga Djar Kastrati dhe Endina Zeka. Ndërsa në kategorinë web dhe app, Smart Care Memory Assistant nga Aurora Halila dhe Tringa Dervishe. Bright Code nga Alpeta Muslio, Orgez Demoko, Omer Rexhepi dhe Rajmona Skapio. Përkthyesi i gjuhës së shenjave nga Suela Bityçi dhe Bora Fajrize. Ftojmë nxënësit të prezantojnë 3 projektet më të rëndësishme. Përshëndetje, dimi grupi Vision Stek i përbërë nga klasa atje. Unë Ledioni, unë si Ajanite dhe Hajrize, kemi bërë një projekt të quajtur Vision Stek që i ndihmon këta të verbrit. Me këtë projekt kemi arritur vendin e dytë me programin e Don Boscos, ku na ka dhënë motiv dhe sukses për në të ardhmen. Falenderoj profesoreshën Arita Ruvani për angazhimin e saj gjatë realizimit të projektit, pashtu edhe falenderojmë edhe drejtorin të shkollës, Lulzim Nika për mbështetjen dhe financiare që ka bërë për këtë projekt, që ka thosë shumë me realizimin të projektit. Projekti ka për qëllim që krijimin e një pajisje që me teknologjinë moderne mund të ndihmojë personat e verbër dhe të lehtësojë jetën. Po ashtu edhe të mundësojë një lëvizje sa më të sigurt. Vision Stek përdor senzor për të detektuar pengesa përpara dhe anash, se dhe lërmet përdorin korale rreth pengesa. Për shembull, nëse vendos dorën afër senzorit, ai detekton dhe lërmet se ka diçka përpara. Sistemi bazon në Raspberry Pi, i cili është kompjuter i vogël, i cili kontrollon dhe menaxhon gjithë punën e këtij projekti. Pra ai i lidh sensorët, si dhe kamerën, dhe një mënyrë që punojnë në kurorë. Pashtu Vision Stek përdor inteligjencë artificiale për të njohur objekte para të veç, si për shembull në këtë program ai sa detektoj që ka një persone në navën e djathtë. Përjetësimin e kontrollimit të pajisjes kemi krijuar edhe një website ku kemi disa funksione të ndryshme. Dhe funksionet kryesore është kontrollimi i dritës në mënyrë manuale dhe në mënyrë automatike. Në mënyrë manuale kemi me butonin off, kemi me butonin off edhe
vëshin që drita tash është ndezur, bashkë të kena mënyrën automatike që kur të mësohet drita do të ndezur. Drita shërben që kamera të shumë më mirë për të rësohet, në gjallë që e banë shumë atë mirë në të ekipit të iseve, për shumë të sëmë. Për mes website-it ne mund të informohemi se ku jeni. Çdo 10 minuta sistemi dërgon tregon mesazhe lokacioni, 25 minuta dërgon në email lokacion për të informuar familjarët. E poshtë kemi integruar edhe navigimin ku përdoruesi mund të caktojë destinacion caktuar dhe shkopet e këtan të ai destinacion. Poshtë përdoruesi ka mundësi që të dërgojë një mesazh emergjence në rast të kur të vitet ndihma nga familja. Pra në këtë mënyrë, në më posë që person në më dërgu një mesazh të familjarë e ti, në një emergjente. Kemi nësë të gjema e mirë të projekti është asistenti i cilë përdojë inteligencën artificiale. Në këtë veçëri, pra inteligencën artificiale e lidhur me përdojës për në personi vepër, në bëdërit për të një sistemi, i të në më kemi një vërdesme, në një aktyve dhe në shumë shpejt. Në këtë mënyrë, ne kemi marrë në statutin që në para që në mia parashtuar inteligencën artificiale, si për shembull soshtura apo sfartin korporatish. Dhe të na dhënë një shumë shpejt, ose kohë inteligencën artificiale të integruar në gjatë projektit. Pra, vizhimi teknikor të një projet shkollor është një qindje reale për një program real, që i ndihmon njerëzit e vepër të jenë të sigurt dhe me të pavarur, pa tepër vëmendje. Përshëndetje gjithëve, jam Antina, edhe bashkë me Diovin e kemi kriju një pajisje për detektimin e lojmeve dhe i moshëve të rënë. Problemi i lojmeve të rënë është të përhopen shumë shpejt. Në kërruën dhe rrjetet sociale në çdo ditë mosën në lojme që përmbojnë lojme të rënë. Po përpos lojmeve të rënë është problemi edhe i moshëve të rënë. Në këtë kohë ku inteligjenca artificiale veç po shkon dhe po përdoret shumë më shumë, shumica njerëzve ose një moshës që janë të gjeneruar me inteligjencë artificiale. Për këtë arsye, nga kena vendosur me kriju një pajisje që i ndihmon përdorësit ose njerëzve me kuptu nëse një imazh i caktuar është i vërtetë apo është i gjeneruar me AI. Mënyra se si funksionon ose çka bën detektori i AI është se analizon lojmet e rënda ose i merr lojmet edhe i analizon imazhet. Në fund, ja përdoruesi një rezultat të caktuar. Në këtë mënyrë, përdoruesi mundet me e kuptu shumë më lehtë edhe shumë më shpejt nëse një imazh i caktuar është i vërtetë apo është i gjeneruar me AI. Për mënyrën se çish funksionon pajisja jonë edhe demonstrimin e saj do ta tregoj Diori. Pra, mënyra se si funksionon detektori AI është që përdoruesi kërkon lajm ose imazh para detektorit e AI që kena në paraqit, edhe analizon përvojtjen edhe sistemi jep rezultatet siç përshkruan. Për me paraqit është edhe mënyrë praktike si funksionon. Domethënë për shumë që detektori e AI i ka dy dhejta edhe një model, plus e ka edhe një kamerë pak më larg. Domethënë përmes kësaj kamerës, siç e tregova edhe herë, e shfaqëm përdoruesin kërkon lajm ose imazh, edhe ai analizon përvojtjen edhe sistemi jep rezultat. Këtë mënyrë domethënë kur
kundër dezinformimit, rritë sigurinë online, ndihmon përdorësit të verifikojnë informacionin dhe po përdorin në media dhe rrjetet sociale. Përshëndetje për të gjithë, unë jam Alina Malika e së bashku me Klinga Dervishe. Kemi kriju një program me emër asistent për të moshuarit, për reduktimin e analizave, po ashtu edhe reduktimin ose kujtimin e eventeve të ndryshme, po ashtu edhe përmarrjen e ilaçeve të ndryshme. Pamja kryesore e programit është kjo, duke paraqitur orën, datën, po ashtu dhe kohën, tregon se si kush një kyçur, progresi i ilaçeve, për shembull, asnjë dozë nuk është marrë akoma, kujtesa për ilaçet që asnjë ilaç nuk është e marrë. Për shembull, kemi disa lloje të ilaçeve të cilat janë të pamarra për sesione të ndryshme. Për shembull, nëse na një ilaç e marrë, tregon se ilaçi u marr, edhe del në listën e ilaçeve të marra. Përpos kësaj kemi edhe aktivitetet e sakme, të cilat janë për shembull shëndetje mëngjesore, ushtrime lehta, po ashtu lezim. Kemi edhe kujtesa me evente të ndryshme, ku për shembull mundemi me e shtu edhe një event tjetër, me caktu orën, datën. Veç për marrëm një shembull, edhe tregon që eventi u shtu me sukses. Po ashtu kemi edhe butonin emergjencë, nëse përdoruesi ka një emergjencë, atëherë mundet me dërgu emergjencën bazë numrit në WhatsApp. Varet çfarë numri e ke vendos telefonit për me dërgu emergjencën. Po ashtu për kësaj e kemi edhe family view ose monitorimin e familjarëve. Tash vazhdojmë tek pjesa e profilit ose pjesa kryesore. Tek pjesa e profilit kryesisht janë të dhënat personale të personit i cili ka vendosur me përdorur këtë aplikacion. Janë emri, emri, mosha, gjatësia, gjinja e tjerë. Edhe është këto temë gjatë që e patëm më herët. Tek këto temë gjatë mund të qenë mbesa, nipjet e tjerë, të cilin përmes kur prek përdoruesi butonin emergjent, atëherë i dërgohet këtij numri që e kena shkruar. Janë edhe ilaçe dorore që kam i marrë ky përdorues, mund me shi ose me shtu një ilaç në 3 sesione mëngjes, rektor ose në sesione tjera të ndryshme. Mund me shtu një ilaç edhe po ashtu mund me shtu edhe një aktivitet. Dhe më thonë, të kemi disa aktivitete që kam i bërë përdoruesi brenda këtij aplikacioni, mund me ndryshu fjalëkalimin, është historia e ilaçeve të klientit gjatë 30 ditëve që i ka marrë, edhe në fund e kemi ruaj ushqime, po ashtu mos të harrojmë se kemi pjesën e family view. Është pjesa ku familjari e monitoron klientin, dhe më thonë e sheh komplet emergjenca sa herë u aktivizu, ilaçet që i ka marrë sot, ilaçet që nuk i ka marrë, eventet të sotshme, edhe raportet mujore të cilat mundën me shkarku sipas mujit ose vitit të ndryshëm në CSV ose PDF. Janë një shembull konkret, raporti mujor i klientit. Përpos kësaj kena edhe pjesën e adminit, ku për shembull mundet me e bërë qasjen e userave të ndryshëm që krijuar në këtë program. Këtu paraqiten sa përdorues janë gjithsej, sa janë aktiv, po ashtu edhe sa raste emergjence komplet janë shfaqur në program. Për shembull, 2 përdoruesi kena gjithsej, për shembull që kanë marrë Tagim Berisha,
Tojmë sërish Ira Arshani me këngën Drenica ime. Me hapja ullës derëse, po vjen liria bashk me pranverën Toke tuka gjimi djonë, në bash tjetër se, dhe tuka reka, nga maqja vjetër Website i shkollës. Ky website përfshin informacione për drejtimet, profesorët, nxënësit e dalluar dhe aktivitetet e shkollës. Qëllimi kryesor është të krijojë një platformë ku secili mund të informohet shpejt dhe qartë për shkollën tonë. Të përgatitur nga nxënësja Donika Demoko nga 11-10 mekatronik. Në vazhdim, nxënësit e drejtimeve, laborantë kimisë dhe farmacisë do të demonstrojnë disa eksperimente kimike. Përshëndetje të gjithëve. Së pari, dua të falenderoj për
Veronika Demoku në klasën e 11 në profilin mekatronik. Me mbështetjen e profesorëve dhe atyre të përmendur dhe me mbështetjen e shoqërisë kam arritur të realizoj përfundimin e këtij website-i. Atëherë shkurtimisht unë do të tregoj çfarë më përmban ky website. Website-i është për shkollën, ku tregon se shkolla jote nuk mbështetet vetëm në teori, por ajo mbështetet edhe në praktik. E kjo i bën nxënësit që të jenë të gatshëm për tregun e punës. Në faqen kryesore ju mund të shihni disa informacione rreth shkollës sonë. Më pas, do të jeni të njoftuar për drejtimet që i ofron shkolla jote. Kur klikojmë një mouse mbi secilin prej drejtimeve, atëherë mund të dërgohemi tek një faqe tjetër ku në shfaqen punimet e nxënësve. Në faqen e parë janë të shfaqura të gjitha punimet, ndërsa me filtera atëherë mund t'i ndajmë ato në disa kategori, si mjekësi, teknologji, industri dhe të tjera. Kur klikojmë mbi çdo imazh të cekur, atëherë do të jepet informacione rreth profilit, drejtimit, grupës, klasës dhe një mesazh i shkurtër. Përveç drejtimeve tona, kam shtuar një pjesë duke i cekur të gjithë profesorët e shkollës tonë, të cilët me një përshkushtim të lartë dhe një staf i jashtëzakonshëm i profesorëve, sjellin jo vetëm njohuri akademike, por edhe për një përvojë profesionale. Ata janë mbështetjes tonë drejt suksesit, duke na mbështetur në çdo hap si për mësim ashtu edhe projekte inovative. Më poshtë, ne shfaqet një seksion ku ju mund të shihni nxënësit e dalluar të shkollës tonë. Pas pjesëve të nxënësve të dalluar, atëherë ne kemi shtuar një pjesë ku e kemi treguar hapa gjatë kësaj ideje për me zhvilluar këtë projekt. Ky është vetëm një projekt fillestar, por në të ardhmen ai mund të përpilohet dhe më shumë. Pasi që të përpilohet, atëherë me lejen e drejtorit tonë, Lulzim Nika të ta gjeni në faqen zyrtare të shkollës tonë. Faleminderit për vëmendjen. Përshëndetje, sot kena me kushtu me eksperimente prej laborantit kimik e 11-12. Eksperimentin e vazhdim është posta elefantit ku peroksidi i hidrogenit shpërbëhet në atë mënyrë ku formon shkum. Shkuma dhe në fund të postës gjigante e cila formohet përmes hidrogenit të peroksidit. Si eksperiment të fundit e kena demonstrimin e dy katalizatorëve. Qëllimi i këtij eksperimenti është të përbashkohen peroksidi i hidrogenit me permanatin e kaliumit, lirohet oksigjeni. Në këtë rast peroksidi i hidrogenit reagon si reduktus, ndërsa permanati i kaliumit reagon si oksidus. Faleminderit. Të nderuar
Falenderoj